ndikim në karakterin edhe qëndrimin politik të Arben Gashit. Jo, ka shfrytzu momentumin me shprej. Kështu që mendoj që LDK-ja, ashtu që sigur edhe që e thatë, ka pas len ma tepër hapësirë, po kjo hapësirë e te prume shpesh e ka prume deviju. E dim është ndalë LDK-ja ma herët, kër e kemi pas me shumë ma herët, ka ndalë plot figura që pas ta janë këthy. Kemi ndaljen e Vjosa Osmani, dhe më thonë kjo liria e tepërt në LDK dhe jo në vi me frymën e LDK-s ka bo që me dopsu LDK-n. Kështu që mirë është ata mu marrë vesh shpesh dhe ato polemikat e veta me i regullu. Nuk po thamë se duhet me qenë sikur që janë PDK apo AK që vendosin, i kanë lidert jashtëzakonisht figurat forta dhe vendimarja është kryesisht e ata. Mirë po shprehja e mendimit lirë, është shumë e mirë, i kontribon demokracisë. Kështu që të shohim tash në ditët në vim se çka ka me ndodhë, por duhen me u konsolidu. Pagi shumë edhe LDK-ja, edhe me pas në ndrim të liderit nuk është kur gjë. Nuk është kur gjë tragjike. Po se LDK-ja e ka përcyer atë frut. Absolut. A ka pretendime në LDK për kryetarllëk ose për pozicionin kryesor? A ka pretendime të hapura apo ka pretendime të fshehura pak, Rama? Okej, nëse komentojmë deklaratën e zotit Gashi, i njëjti nga që kam ujtë me lexu, më shumë po i referohet situatës politike që lidhet me nivelin qendror, blokadave, presionit, sankcioneve, se sa zhvillime brenda LDK-s. Nëse referohet zhvillime brenda LDK-s, unë besoj që nuk ka asnjë arsye pas 9 nëntorit. Pse po e them këtë? LDK-ja unë besoj që ka dalë mas mirë këto zgjedhje nëse llogaritet rezultati i dytë. Në aspektin elektoral të votës, del si partia më e votuar dhe dyta i ka 7 komuna, të përfshi Prishtinën Pejën, pra 2 kryeqendra të rëndësishme edhe në këtë prizëm, nuk mund është sot më shumë i thonë zoti Abdulxhiku je keq dhe duhet me pas ndryshime në LDK. Unë nuk pja mohoj të drejtën me thonë, por nëse ka këtë mendim zoti Gashi, duhet pak me folë ma drejt. Pra dhe ma drejt për drejt. Me thonë që arsyeja pse duhet me pas ndryshime në LDK janë këto, por unë nuk shoh që ka mekanizëm që dikush brenda LDK-s të pak të njën qëtë fazë, pak të njën pas randit dytë, dhe një përmbledhje të rezultatit LDK-s, ka arsye më shumë i thonë dikush zotit Abdulxhiku duhesh me elan, me thonë partinë, sepse 7 komuna të përfshi dhe Prishtinën, Pejën dhe vota e nivelit nacional që lidhet me asamblen është në tregues që LDK është aty. Pra, ka arrit me rujt qatë bazën që e ka. Që ka ndodhë tash të në dhjetor në zgjedhjet e reja, është krejtësisht temë tjetër. A ka ambicje për LDK-s? Kushtrim, LDK është partia vetme që çdoherë ka garë për kryetar. Pra, kryetari që o theq pas dekës Rrogovës, çdoherë e ka një shqetësim që dikush mund të nxjerrë opozitën. Edhe njerë për përsërisë, LDK është partia vetme parti në Kosovë. Kur po them parti, është parti. Sepse debati e vërtet partia bëhet veç aty. Është hera parë që na sot jarxhum dikon një orë 40 minuta për PDK-n, pra nuk ki pas debat në studiet televizive për zhvillimet brenda PDK-s. Është kriju një normë e re edhe në PDK, tash me dorëheqjen e Memlit që na po flasim se kush është, sepse aty është ditë. Sepse situata dallon. Jo dallon, që të kallëzoj se ku nuk dallon. Kur në kohë ka thënë që zoti tha që është ditë dhe është prit vendimet i Meraj ose zoti Veseli. Një ndodh me AKN, një ndodh me këtë subjekte të tjera politike. Kur është puna te LDK-ja, kur ka garë për kryetarin e LDK-s, debatet bën ka 5-6 muaj. Pra, flasim për rëndësinë që ky subjekt ka, jo veç në shtetformimin e Kosovës, por për shkak demokratisë të brendshme që ka. Kështu që ti kthehemi zotit Gashi dhe Garës. Zoti Gashi nëse pretendon që duhet me pas ndryshime të kryetarllëkut në LDK, e ka të drejtën absolute me folë me drejt për drejt. Dhe nuk ka nevojë të rrethohet asgjë. Personalisht nuk shoh arsye tash pas rezultatit të zgjedhjeve lokale, sepse duhet me pasë si dash dalën e zgjedhje domethënë nacionale. A ka pretendime zoti Rama? Ose dikush tjetër? Ajo shka fluturon, unë besoj që ka qef edhe më bëhet kryetari i Kosovës, e LDK-n po se po. Apo kupton, por e kam një dilemë ende që më vazhdon nëse është ju parashit në telefon apo jo drejtuesve të LDK-s zoti Rama tash pas 9 nëntorit. Është pushim aktualisht. Pas fitores. Ata nësosh pushimi meriton pushimi, se ka fitu. Por në esencë, sugjerova që është pushim. Ambicjen e secilit që mundet me drejtuar LDK-n kërkush një anal. Por unë nuk shoh arsye që tash me pas diskutim
për të parë në LDK, sepse me të vërtet LDK në krye me Lubira Dixhikun kanë zgjedhur një rezultat mirë në zgjedhjet e fundit lokale. S'ka arsye për mua. A ka emra figura kush mund të jetë pretendent për LDK? Eventualisht. Apo s'ka? Nëse më lejohet 2 fjali. Ama kështu, mos Shkurt, po. pa fjali, emra po më vynë. Jo, emra s'kam. S'ke emra? Si s'po thu s'ka asnjë pretendent? Pa u testu edhe njëherë zoti Abdigjiku në dhjetor, nuk ka ndryshim. Nuk ka emra. Nuk ka emra. Okej, Mas dhjetorit, del prapi treti se Bedri Hamza ka mjaru dytin PDK-s. Jam për to shumë i sigurt, përbes. Jam e kam sigurinë e plotë që ta. Nëse deli treti, ai fluturon, mos ka çarren aty edhe u kry mohabeti e tani flasun për emra. Ne për momentin nuk ka emra. Normal shef se duhet me rujt ata tani farë lloj stabiliteti. Ka dikush në emër në kështu apo s'ka emra? Hikmeti Bajrami. Apo nuk flas me emra? Jo, po tash në sferën e shpekulimeve është këtë normale legjitime me pas ambicie më Kush bë. ka ambicie shumë? Më duket që ka Gazmen Muhaxheri, më duket që ka kret latente Lutfi Aziri, më duket që ka Hikmeti Bajrami. LDK-ja kur s'ka qenë pak si emra. Pa njerëz ambicioz. Pa njerëz ambicioz mrena dhe jo domosdoshmë jo meritor për më udhëheq një parti dhe kur gjo s'është kjo pa